e këtij instalacioni, nëse mund ta quajmë kështu, është për t'u rikujtuar gjithë qytetarëve se çfarë ka bërë qeveria Rama dhe çdo pushtetar që ka qenë në këtë vend. Të gjitha skandalet janë të afishuara në murin e kryeministrisë. Skandali i serverit të tatimeve, çështja Toyota Yaris, koncesioni i check-up në shëndetësi viti 2015, dosja 339 zgjedhjet e Shiakut, vrasja Ardit Gjoklajt në Shah viti 2016 Bashkia Tiranë, skandali i pedofilisë në zyrat e PS-s në Saranë, dosja shpifjes dhe atentatit të inskenuar Tom Doshi. Projektet e investitorëve strategjik, që është një nga skandalet më të mëdha dhe arsyeja pse ne jemi në shesh tani për të rrëzuar Ramën. Por skandalet e Ramës nuk kanë fund, janë PPP-t, është skandali me Goniga, janë dhe disa skandalet një pasjishme që janë dhe siç janë dhe incineratorët që e bën Ramën nga një skandal në një tjetër. Unë mendoj që Rama nuk ka fund me skandalet e tij. Një ndër skandalet më të mëdha ka qenë me lidhje me rrugën Thumani Lot, shpenzimi jashtëzakonshëm, por pothuajse asgjë, por një grup plot me gropa. Tuneli Llogaras që shfaqe defektet me plasaritjen, me kalim me ujrash që ka qenë axhimaramëndës, por gjithë taksapaguesit shqiptar ndërkohë që po paguajnë për një tunel me pagesë dhe në fundit përsëri me defekte. Skandalet i ka nga më të ndryshmet, qysh ka vjedhja e pasurive nëntoksore, kromi, bakri, nikeli, nafta, e ku ta di unë të gjitha. Tani me paketën e maleve kaloi gjithçka. Mos skandal të Zersinea, ka